përdorimi i administratës publike. Në 2013 Sali Berisha, qeverisja e tij, e ka lënë administratën publike diku me 100.000. Sot e ke 222.000. Sepse shteti pati të arsyeshme dhe pati nevojshme të kishte shumë hapësirë. Okej. Po të marrim koncept, tash për të bërë oponencë, që mos ta. Mirë, s'ka problem. Dy fishi kësaj, po megjithatë nuk ka fare të gel kjo. Tani më perfekta tani, 200. Tani përdorimi administrat, po ta thjeshtoj fare. A kemi folur ne të dy, ne të tre këtu, kemi thënë që eksponent të administratës publike në rrethe apo dhe në Tiranë, gjatë gjithë periudhës kohore janë shkurt mars. Po. Të gjithë ata që i kishin në hyqëm, u thoshin ke detyrimin të regjistrosh 10 veta nga diaspora. Kë ke ti në diasporë, do ma regjistrosh këtë. A është kjo ndërhyrje në zgjedhje? Ai që është në diasporë, vlla, po ka qef votoj, regjistrosh edhe votonte. Ç'është kjo histori? Ke detyrimin ti se ti po ha buk këtu tek kjo pozicioni punës që ti ke dhe do t'i gjesh 10 veta. Ti mendon domethënë që nuk kishte mundësi spaku që të gjinte nga këta njerëz që ndodhte. Si është e mundur që shkon i hap derën Gjergj Luca, të gjitha bizneseve të tija, kandidatëve për Partinë Socialiste s'ni boni juve këtu fushat elektorale, ndërkohë që ata sklevrit e tija në thonjza punojnë aty. Ku ndodh kjo? Ku ndodh kjo, ma tregoj në një vend që ndodh kjo në Europë dhe unë të them ty pa prita vlla sa ja futa kot. Avokat. Si që ka kjo me histori? Dhe ti më thua mua që këta po hetojnë. Këta po hetojnë. Pra që ka me thjesht hetimi se sa të gjesh, domethënë të ta kapësh veshin kështu. Është më thjesht fare. Ti e di domethënë shumë mirë që unë jam përpjekur realisht edhe këtu dhe për publikun. Për të dhënë një analizë, ndoshta analiza ime është dhe një çik të prije emocionale kur vjen puna te këto historira. Por shiko, më bën do të them diçka sepse më fal se ndërpres, për arsye ti drejton dhe publikut. Si emision, si s'ken krimi. Dhe unë personalisht kemi pasur një lloj suporti dhe mbështetje publike për sa i përket punës së SPAK, që sigurisht ky institucion, si institucion i ri i cili dha një drejtim të ri, dhënës së drejtësisë në Shqipëri, krijoi një lloj koncepti ndryshe që mund goditen edhe persona politikisht shumë të pushtetshëm, rastet kanë qenë konkrete, Berisha, Meta, Velie, e një sër ministrash të tjerë kryebashkiak në detyrë dhe sigurisht kjo na krijoi perceptimin e fortë që ky institucion me pak mbështetje dhe nga ana jonë si media, sepse ndoshta ne mund të jemi një zë i cili përcjellim pra le të themi dhe atë zërin e popullit tek institucionet apo institucionet e përcjellim tek populli, pra është një rrugë e ndërmjetme mes të dyjave, dhe ishte të detyruar në një lloj forme morale për t'i dhënë një suport, por për sa i përket krimeve zgjedhore, të duhet të themi që SPAK realisht nuk ka treguar nivelin që do duhet tregonte për sa i përket parandalimit, atë që dhe avokati cilësoi, se në fund të ditës çfarë na intereson, hetimi i këtyre krimeve zgjedhore në 115 thot SPAK deri tani, mund të shkojnë edhe 200 apo 300, apo qoftë edhe 1000 pas disa ditësh, por nuk është parandaluar si krim zgjedhor. Se ku do të na çojë, këtë nuk e dim. Impakti që do të ketë në zgjedhje do të jetë zero në këtë histori. Kështu që janë edhe rastit, siç është rasti i dosjes që pati për sa i përket Jurgis Çyrbjes, që është një deputet i arrestuar i Partisë Socialiste, ku dolën përgjimet për mënyrën se si kishin ndikuar në zgjedhje, dhe sot mandatet në qarkun e Durrësit nuk kanë lëvizur, ato i takojnë mazhorancës. Sigurisht mund të ishte edhe një kat tjetër politik, çrëndsi ka kjo histori se kujt i takojnë, por nuk ndryshon asgjë. Tani unë shpresë ne pata shumë të madhe avokat. Realisht task forca, sepse SPAK task force janë gjëra kështu të rënda. Po më nuk e njohur terrenin politik të Shqipërisë. Dhe një fjali ka dhe pastaj kalon te u lodhëm të dy e burr duke ta thonë që s'do bëj gjë që në fillim kemi muaj e burr. Na duket vetja sikur po xhirojmë. Po nuk bindesh. Na duket vetja sikur po xhirojmë po të njëjtin emision. Një fjali do t'i them tjetër vazhdo. Ore, më të duket rastësore po them që në çdo takim të Partisë Socialiste ose të Partisë Demokratike, në ato 4-5 bashki që ka, 4 bashki që ka Partia Demokratike, po në pjesën më të madhe që ka, si është e mundur më burr, ka bashkia X 500 punonjës, bën kandidati i Partisë Socialiste takim ditë dieltë, ashtu unë të premte çfarë si e ka, të 500 ta punonësit janë aty. Si s'mungon njëri më? Mungon po. Ja do të them unë pse nuk mungon. Jo, si është e mundur, po ta bëj
në mënyrë më të thjeshtë të mundshme. Thjeshtë e mundur. Nuk hetoka do të BKH-ja apo SPAK-u nëpërmjet të infiltruarve të tyre, domethënë që këta njerëz mund të kenë qenë të detyruar që të shkojnë atje, se unë besoj më faktin që dikush ata të cilët janë punonjës administratës në 70-80% mund të jenë dhe idhtar apo militant Partisë Socialiste, nuk e heq këtë. Po nuk mund të jenë 100% mani, se po pasaj do... Ja ta them unë. 3 veta munguan në zgjedhje, nuk votuan. Në zgjedhjet e fundit, në një qytet të Shqipërisë, në një ndër qytetet e mëdha. Nuk do ta them se nuk është se kam frikë nga po ta identifikoja se ku është, por nuk do ta them për një arsye, sepse përderisa ata 3 vetë, kishin frikë ta bënin publik këtë, pse do ta bëjmë publik kur ata ikën dhe nga puna. Pra nuk kishin votuar ditën e diel. Pa e ditur do ishte ala kryetar bashkie apo jo, jo që nga puna. Ai që në pikë të sabaut firmosi urdhrin e tyre të largimit. Dikush brenda Partisë Socialiste, se Bashkia Socialiste ishte, vati i tha që është miku im. Nuk ma ndjen hiç ishte përgjigje. Dje më duheshin vota, nuk vati të votoj. E prerë. E kupton pra? E kupton dhe ti Fani, po më flet mua për SPAK-un? Pra është e thjesht, pra nuk ka nevojë, po të them një herë tjetër, ky SPAK për krime zgjedhore të bëj hetime të mërshme. Sepse hetimet e të mërshme do thosha unë, hetimet të thelluara. Ne ta zgjidhim kush për Dobraçin. Se ma ke hëngër shpirtin këtu, ke 6 muaj që më thoshe mua, u zbardh këtë javë, unë thesh nuk do zbardhet kur ky Dobraçi. U zbardh këtë javë. Tha ministri është burr. E tha ministri më burr, është autoritet e vëllai. Është autoritet më ministri i brendshëm. Ma vjen mirë domethënë që ti beson ministri ka informacione, nuk e keni unë ti, ministri ka informacione, ministri tha do dalin pra. Ky ministri ka tha një batutë një kolegi i këtij ministrit, që është në listën e kandidatëve të PS-s tha. Ai është vetë në listën e kandidatëve të PS-s të Tiranës tha. Ai shumë tha po e dëgjoj tha emrin tha e ministrit. Në çdo vend ku shkoj tha që të bëj fushata, sa më bën gajle tha që edhe ditë ku do shkoj tha, do votoj emrin e tij, do emrin tim tha që jam kandidat i PS-s. Tani e kupton se çfarë fushate po bëjnë këta më. Flamur Noka denoncoi Zegjine Çavushin. Është kjo vajza që është bërë virale një luftë hapur në rrjetet sociale me Gazbardin, kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Jo, ajo është por Gazo ku e Gazi nuk i është përgjigjur çdo njëtë vetme. Tani Flamur Noka denoncojnë SPAK të, ndërkohë SPAK-u tha nuk shohin domethënë për korrupsion në zgjedhje dhe e çoi për disa vepra të tjera penale në Prokurorinë e Fierit. E pe këtë historinë? Ndoshta këtu ka drejt SPAK. Sepse realisht në demokraci ose në procedurën penale në një vend demokratik dënohesh për veprimin, jo për mendimin. Nëse Zeqineja ka mendim negativist apo bullizist ndaj Gazmend Bardit, nuk mund të dënohet përveç se për një fyrje apo shpifje. Por jo për një vepër penale që lidhet direkt me le të themi me kodin zgjedhor apo me fushatën zgjedhore. E ka çuar për shpërdorim detyre, përdorim funksionit publik për veprimtari politik ose zgjedhore dhe kanose apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. E ka çuar në Prokurorinë e Fierit. E ka çuar në Prokurorinë e Fierit sepse doli materiali filmik nga emisioni Piranjat. Flamur Noka këtë që bisedonte me dikë, një lloj kërcënimi që gjykoi apo pretendoi Partia Demokratike, e çoi SPAK-u bëri vlerësimin e të gjithë pamjeve filmike dhe ja çoi për kompetencë për ta hetuar për këto, dhe se mund të shihen këto 3 vepra penale, thoshte prokurori Sotir Klapi, që sigurisht e firmonte në fund Altin Dumani. Kështu që domethënë e kanë ngërposur edhe këtë si çështje. Se përdesa e kanë çuar në Fier, imagjinon domethënë se çfarë do ndodhin atje. Prokuroria e Fierit do ta hetojë në mënyrë të thelluar një 9 muaj apo një vit, edhe pastaj do ta pushojë si çështje. Pas një viti më thirr prap këtu, edhe do shikosh që do jetë e njëjta histori që po të them tani. Okej. Mirë. Atëherë, ne do të kalojmë në një tjetër çështje. Sigurisht, do flasim për krimin, bandat, grupet kriminale në Shqipëri, në qarqe të ndryshme, të cilat sigurisht për vite me radhë kanë pasur impakt në qytetet ku ato operojnë, duke dhënë sigurisht edhe impakt në zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme. Në jo pak raste, në gjithë këto vite demokracisë kemi pasur, kanë qenë grupet kriminale ato të cilat mund të kenë diktuar vota të shumta, të cilat kanë prodhuar
mandate parlamentare në favor të njërit apo tjetrit krah politik. Po megjithatë, SPAK, pas marrjes në dorë të përgjimeve të Sky CC, duket se, le themi, bëri disa goditje të grupeve kriminale në Shqipëri, u goditën në disa qytete të ndryshme dhe ndoshta kjo mund të ketë dhënë, le themi, një lloj tërheqje apo stepe të këtyre grupeve kriminale për të orientuar, le themi, në terren me veprime aktive për të prodhuar vota për krahun politik që ato mbështesin, sepse ne e dim, ka qenë një, le themi, një binom shumë i frikshëm politik krim për vite me radhë në vendin tonë. Sokol, tani do ta nisim së bashku. Dhe unë do ndalesha tek Elbasani. Ndoshta mund të më bëjë shkurtimisht një rezume duke qenë se tashmë u godit edhe erdhi dhe Florent Çapja nga Dubai, lexhari tim me burgim përjetshëm, po ashtu akuzohet edhe Florent Çapja, në anën tjetër për të parë pak edhe pozicione Suel Çelës që pati një organizatë kriminale, e cila po ashtu u godit nga SPAK. Bëjmë një rezume pak a shumë. Ngeli Qevi si më pyet edhe mua për Zeqinen, po nuk ka. Doje për Zeqinen? Atëherë jo, nuk ka problem. Nuk ka problem. Atëherë ma thuaj tani. Me që ta lidh pra me Zeqinen. Okej, lidhe me Zeqinen. Unë do pranoja Zeqinen me shumë dëshirë në parlament dhe nuk do pranoja asnjë kandidat nga ata që zgjedh krimi organizuar. Zeqineja fundit nuk është se e meriton atë vend, le të themi, por në fundit është e padëmshme për shoqërinë. Shtarktuese për shoqërinë, por e padëmshme për shoqërinë. Sido që ta sjellin ata në formën e saj. Ata që caktojnë krimi organizuar, dhe unë nuk i di emrat këtë radhë, por krimi organizuar do zgjedhë emrat e tij, do ketë përfaqësuesit e tij në parlament. Nuk është se nuk ka ndodhur në botë që krimi nuk ka pasur për parlamentet të tjera, por problemi është që vendet e tjera janë zhvilluar dhe demokracitë kanë përparuar duke u larguar nga ky sistem. Sistemi jonë që kemi është pikërisht sistemi zgjedhor që dashur pa dashur do përplasesh te krimi, të marrësh sa vota, dhe ata kanë përfaqësuesit e tyre. I kanë patur historikisht, do t'i kenë sërish. Dhe ky është shqetësimi i madh. Tani dalim, unë nuk e kuptoj se çfarë bën Partia Demokratike, seriozisht. Nuk arrit do ta kuptoj. Gjatë gjithë kësaj fushate e kam dëgjuar emrin e Suel Çelës pafund. Po mirë, da të shkojmë. E trumbetoi Berisha, domethënë masivisht, pastaj Berisha, ky thoja Flamur Noka, ata pyesim kush fiton aty. Pse të shkojmë zgjedhje? Ku diun? Mas e gjejmë ndonjë që ka telefonin aty dhe ti themi kush fiton olla. Që ta dim. Se e kanë kthyer, ai ka ndikimin e vet aty. E kanë kthyer sikur KQZ-ja është në lagjen e Suel Çelës në Elbasan. Dhe mbi të gjitha, kur nuk i mbron dot ky votat, kush do t'ia mbrojë votat më vonë Partisë Demokratike? Unë do t'ia mbrojë? Mos dikur në Elbasan kishin Çapjat për shembull, Partia Demokratike, për histori, po themi ndasitë e grupeve kriminale, Çapjat tashmë nuk janë më. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë se Partia Demokratike përveç se një rezultati 7-7 në vitin 2009, nuk ka patur ndonjëherë një rezultat të jashtëzakonshëm në Elbasan, që të vi dhe të them që po, ka patur atë që ka patur, aq, sa kudo, në logjik me sistemin, nuk mund t'i kishte 7, po me sistemin, si që shohim demografin e zonës, mund t'jetë një rezultat aty janë, edhe zgjedhjet e kaluara, 8-6 dolën. Rezultati më i mirë historik i Partisë Demokratike është në 2009, me këtë sistem, nuk e di unë çka ka ndodhur në 92-shin, se nuk e mbaj mend. Unë po them me këtë sistem, me këtë në cilin jemi, rezultati më i mirë që ka patur ka qenë 7-7 në 2009, rezultati më i keq që ka patur ka qenë në 2017 ku mori vetëm 3 deputet. Dhe kemi ardhur në atë që ku ishte Suel Çela të zgjedhjet e kaluara, se kuptoj. 8-6 me doli. Duke zotruar Partia Socialiste, një motor politik siç mund të jetë Taulant Balla, duke zotruar dhe të pesta bashkit e prefekturës. Të shtata, më fal. Të shtata bashkitë e prefekturës. Dhe doli 8-6. Ç'a kërkon në Po ankon po më thua. Po jo, e kanë kthyer, ata janë terren, unë jam terren. Po në logjik. E po e pëmpojnë, domethënë, po e bëjnë si frika më e madhe e zgjedhjeve, sikur të shkojmë ta pyesim tani ollaj, mbyllet ti kutit, domethënë na thu kush fiton. Ka ndikimin e mund të thuaj votat e fundit në një mandat.
Shimos kërcënone i komisioner nëse rezultati krimi organizuar që ta dim ndikon të 2 kutit e fundit o dhe. Nëse ato 2 kuti prodhojnë, ku di unë, ose po e shojnë trendin që 2 kutit e fundit mund të prodhojnë një mandat, dikush telefonon, kërcënon e tjera. Si kutit e Rushdies, po, ato dyja që ndryshojnë. Ato ishin rastësisht, ata e kishin mbushur në fillim, nuk e dinin që nga që ishin të dëmtuar ato u morën në fund fare kur po numëroshin ato u lan pa numëruar se ishin të dëmtuar, me rezultatin atyre Partia Demokratike nuk ishte nevojë për lësin. Pra 2 kuti duan dhe krimit organizuar, po thua. 2 kutit e fundit më burka. 2 kutit e fundit më. Se po merë në telefon, se po bën, përderisa që kanë Elbasan, pse nuk i shkon ti Ertin Dumanit e zyre ti thush? Ç'a po bën? Pse nuk i shkon policisë? Hanulloj mërzjedhjet nëse e çeka kështu. Mos shko zgjedhje fare në Elbasan. Që kjo bërë se e bën kështu sikur gjithë Shqipëria tani do të jetë në dorë në një proces zgjedhor, o Tesueli, o 5 veta në Durrës tani. Se kanë kthy kështu në vërtet e kanë i preferuar në një e kanë gjithmonë një, ndikojnë në politik, ndikojnë në atje, por nuk vendosin ta, ndihmojnë në një moment. Këta kanë kthyer sikur vetëm këta ekzistojnë. Jo valla, jo. Partia Socialiste i fiton zgjedhjet, jo mandatin e 4, jo të 5-tin, po dhe të 7-tin, nëse ne administratën e fryrë që ka bërë, herë 4 që e detyron, kaq. Maroj. Kjo është forca. Tani, po më thoi që... Shto dhe pensionistët të cilët nuk votojnë Edi Ramën. Votojnë organizatën e tyre politike. Një pjesë e madhe e tyre kujtojnë se është vazhdimësi e Partisë Punës dhe vazhdojnë e votojnë. Tani, më thuaj pak. Duhet ketë edhe një dekad që t'ikin nga kjo logjik. Tani e kanë kthyer sigur gjithçka vendoset. Po më thoi që krimi organizuar ndikon te 2 kutit e fundit. Tani, Masë dhe 4 kutit të 10, shiko, nuk po i hyjmë asaj, se mund të jenë 2 këtu, 2 atje, kupton? Mund bëhen shumë ato, nuk po i hyjmë asaj historie. Tani, rrin tek i preferuari. Atë preferuari futen ata. Se ku duhet të rrinë tani, pak për ta diskutuar. Se çfarë do thotë? Është një veprimtari e lishme që kryen një grup femine që takon njerëz, mbështet njerëz sepse ndoshta mund mos bëj presion. Ti e di që unë jam i fortë, dhe kur vi takoj, përderisa ti ke bërë lista të tilla. Edhe dikush është në fund të listës, nuk ka asnjë shpresë për të dalë. Se gënjen, unë po e bëj për popullin, thonë këta kur duan me dalë deputet. Ta mashtruesa ordinare, se për çfarë populli e bëjnë ata e bëjnë për vete. E duan me qenë në parlament, duan me fitu diçka, duan me pat pushtet, duan me pat kredibilitet. Se njerëzit nuk thohet, në asnjë vend botës një senator nuk thotë që unë po e bëj, jo me i shërbej vetes njërë, pastaj pa dheut. I shërben vetes njërë, me impakt mirë, se nuk është njësoj si të punosh mësues edhe tjerë deputetet. Është 3 milione kusure edhe të rrogën ata. Është 7 herë. Shumë. Edhe të punosh mjek, edhe të punosh inxhinier, është një rrogë e madhe. Nga 3 shkon 5 ajo. Pa lëviz fare, ke dhe benefitet tjera pa fund. Ke benefite pa fund. S'ke e nevoj. Po 2 njerëz do t'i njohësh për t'i rregulluar njerëzit e tu në punë. Kjo është Shqipëria më. Ta vinë pralla, do më thonë, hajde shikoti, do më thonë se ne do sjellim zhvillimin. Bën 2 rrugë, e kanë ardhur tek ky koncepti më burr. Ndërton 2 rrugë ose 3 rrugë, thotë unë kam sjell zhvillim, po mirë, çfarë do bëhet ti 4 vjet? Po pse më çash qeveria? Ha? Që të mbledhi taksa dhe t'japi vetëm rroga dhe pensione? Nuk duhet ndërtoj as i rrugë, as i gjë, as i shkollë? Okej, kjo pjesë. Sigurisht është megalon, janë megaloman të mëdhenj. Ora ndërtoni shkolla i sigur i ka futur nga xhepi vetë. Sigur e ka fal. Jo sigur e mori te arka. Edhe vjen dhe thot, "Shi çka kam bë, çka ke bë? Ti ke bë një të 10-ën e detyrës." Asnjë 10-ën jo. Po çep, erdhi pushtoi Italia Shqipërinë. Për 4 vjet. E modernizoja, solli Shqipëri shtroi rrugë kudo. Ishte pushtimi, po nes. Pushtim ishte. Po ne. Pushtim ishte. Pushtim.
kanë qenë investitor strategjik ata. Pushtim ishte. Pushtim atë nuk ka. Unë jam me historinë e vjetër me Mujol Qinakun ndaj, nuk aty vetëm aty nuk çdojon. Unë jam me Mujol Qinakun, nuk Veprimtaria është e lishme kur një grup kriminal, domethënë të etiketuar si grup kriminal që ndoshta drejtësia i ka njohur si tillë mbështesin një kandidat, mos thuaj. Veprimtaria para zgjedhore. Domethënë gjatë fushatës, më saktë. Nuk është kriminale, pse do jetë kriminale? Prandaj po të pyesun që ta kuptojmë. Pse e mbështet është kriminale? Jo, sepse ne diskutojmë. Kur e përzgjedh vlla, kur e përzgjedh është kriminale. Dhe po e ka përzgjedhur dhe këtë nuk e dim, kjo është kriminale.